Potencialet e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë. Potencialet e zhvillimit të ekonomisë i kemi potencialet natyrore dhe potencialet humane. Në potencialet natyrore, ndikim të madh ka pozitiva geografike me ato kushte natyrore. Sepse natyra na sjell një relief të përshtatshëm apo jo. Klima, ditën e tjera, temperaturat, rreshje, hidrografia, era, dhera, pipësia, peizazhet e tjerë ndikojnë në zhvillimin ekonomik. Gjithashtu të pasuritë natyrore që ka vëndyrën, që lidhen me nxjerrjen, përpunimin dhe eksportimin e mineraleve. Potencialet e zhvillimit të ekonomisë lidhen dhe me qenien humane. Traditat ndikojnë në zhvillim, përqindja e moshës punës, përvoja që sillen migrantët dhe shkollimi të rinjve jashtë vendit. Të shohim me radhë të gjitha këto potenciale. Si ka ndikuar faktorët historiko-shoqëror në zhvillimin ekonomik të vendit? Luftrat dhe pushimet e ndryshme. Luftrat kanë ndikuar gjithmonë dhe ndikojnë në të gjithë botën negativisht. Sepse ato përveç se shkatrojnë infrastrukturën rrugore, ndërtesat, por vrasin njerëz dhe lënë pasoja të mëdha në plagosjet dhe në vrasjet njerëzore. Sotimi treva shqiptare, ku në vitin 1913, treva shqiptare u përgjysmuan, duke krijuar një Shqipëri të vogël dhe gjysma të po kaq sipërfaqe ngeli jashtë territorit. Emigrimet masive, kryesisht pas viteve, pra gjatë dhe pas viteve 90, politikat e gabuara ekonomike që kanë marrë qeveritë shqiptare. Shqipëria deri në përfundimin e luftës së botërore, para luftës së botërore, ka qenë një vend agrar infraambient, ku baza nisë ishte bujësia, por ajo kishte tokat e saj ishin ndarë në gastra dhe nuk shfrytëzoi gjithë sipërfaqja për shkak sepse kishte kaneta, territore të shumta të cilët ishin pyje dhe që nuk mund të uhiteshin nga punosh. Mungon të uhitja, ullimi, blerimi, mekanizimi, pra mundësia për punuar në gjithë sipërfaqen e tokës. Industria ishte në formën e zejrë, pra shumë punë dore si tarifë. Nxjerrja e naftës, bitumit dhe gazit ishte nën funksion dhe nën përdorim nga kompanitë e huaja. Përdorim i disa produkte bujësore dhe elektorale në industri e lehtë ushqimore. Tregtia ishte kryesisht në Tiranë ose në zonat bregdetare. Pra, po shikojmë kronologjikisht veçoritë e zhvillimit ekonomik. Tashmë kemi në vitet 45-90, pra gjatë sistemit komunist, çfarë ndodhi? U ndoj modeli ekonomik lindor, pra sipas modelit fillimisht të Titos së Jugosllavisë dhe më pas të Stalinit. U zbatuan planet 5-vjeçare, pra hartoheshin planet 5-vjeçare se çfarë do prodhohet dhe ato duheshin zbatuar. U shtetësua prona çdo që ishte shtetërore, u ndaluan si përmarrje private, pra çdo pasuri ishte shtetit. U kolektivizuan mjetet e prodhimit, por edhe bagti. Mbështetja në forcat veta do të thotë që nuk mund të kishe mbita apo investimet të huaja në jashtë. Përparësi ju dha industrisë rënd, cilën një vend i vogël nuk mundet të ketë një potencial të tillë sa mund të ketë zhvillim të industrisë rënd. Sepse ajo do të merrte shumë dhe shumë të ardhurën në buxhetin e shtetit. Çdo vit. Bujqësia punësonte pjesën më të madhe të popullsisë, do të thotë që sado bëjmë përpjekje për mekanizim, përsëri numri i lartë të popullsisë punonte në bujqësi. Bujqësia siguronte gjithashtu të ardhurën më të mëdha në buxhetin e shtetit. U sigurua prodhimi i bukës së mëdha, që quhet një arritje e madhe të vendit. Rëndësi ju dha prodhimit të drithtrave dhe bimëve industriale. Cilët janë bimët industriale? Pamuku, duhani, panxha sheqeri, luletilli e të tjerë. U sigurua infrastruktura bujqësore. Faktikisht, pavarësisht se ky ishte një sistem që nuk promovonte lirinë e individit, u bën investime të shumta që lidheshin me ujitjen, ullimin, blerimin, mekanizimit, u hapën
institute bujësore, të cilët ndikuan në përmirësimin e farave, teknikave bujësore, mekanikës bujësore, mënyrë se si duhen mbjellë, duhen punuar, duhen spërkatur, duhen korrur dhe depozituar prodhimet bujësore. Turizmi në sektorit të tretë kishte një peshë shumë të vogël. Pas luftës botërore, e thamë, por e vazhdojmë përsëri, një përsëri, u thamë kanetat, u ndërtuan rezervuare, u ndërtuan kanale vaditës cirkullues, u bonifikuan tokat, bonifikimi e sistemi i kullimit, u përmirësua teknika bujësore. U hapën brezare në jug të Shqipërisë, pra breza si shkallë stadiumësh, por pas viteve 90 ato mirëmbajtën dhe tokat u degraduan. U hapën kanale ujitës dhe kullues, gjithashtu u thamë kaneta. U përdor sistemi të drenazhimit, pra një sistem i cili largon ujërat e tepërta në bimë gjatë stinëve me shumë rreshik. Ja sistemi të drenazhimit ku tullët në një formë të tillë, në përmasa të tilla, vendosen njëra pas tjetrës dhe në hapësirën midis dy tullëve mundsohesh largimi i ujërave të tepërt. Prodhime të ndryshme që janë prodhuar gjatë viteve 1915, ndërtime të ndryshme, mënyra dhe forma në cilët punosh dikur. Pas vitit 1990 u kaluan nga një pronësi shtetërore në pronësi private. Pra, gjithçka filloi të privatizohet. Veçoritë e zhvillimit ekonomik në periudhën post-komuniste, pra pas viteve 90, u kaluan nga ekonomia komanduar në ekonomi të re. U zhvilluan, u ndërmorën reforma të shumta në reformimin ekonomik. U mbyllën objektet industriale, të cilat shkaktuan papunësinë, të cilat çuan që njerëzit të emigrojnë, pra të shkojnë jashtë vendit. U privatizua prona shtetërore, ndryshoi struktura e ekonomisë. Rëndësi nuk ishte më tashmë drithra dhe bimët industriale, por bimët forajere, pra partierë. Tu kemi një hartë të Republikës së Shqipërisë, e cila na tregon disa tubacione nga sjellës së tjerë, të cilët planifikohen ose kalojnë nëpër Republikën e Shqipërisë.